Vendimi i qeverisë shqiptare për të financuar me 4 milion euro koncertin e reperit amerikan Kanye West nuk po mbetet më një debat i brendshëm politik. Skandali ka kaluar kufit e Shqipërisë dhe po zë vend në mediat më të mëdha ndërkombëtare. Fillimisht agjencia prestigjioze Reuters, e cila i kushtoi një artikull të plotë vendimit të qeverisë së Edi Ramës për të përdorur fondet publike për një koncert privat, duke theksuar se kryeministri po përpiqej të justifikonte shpenzimin mes zemërimit të opinionit publik dhe të protestave që për më shumë se një muaj kërkojnë dorëheqjen e tij, por jehona nuk u ndal vetëm tek Reuters. Artikulli u ribotua menjëherë nga një numër i madh mediash ndërkombëtare, mes tyre NBC News, US News and World Report, Yahoo News, Dev Discourse, Swiss Info, Market Screener, MSN, si dhe revista prestigjioze italiane, internacionale, duke çuar debatin për 4 milion euro të Ramës në audienca globale. Në raportimet e tyre vihet në dukje se qeveria shqiptare vendosi të përdor 4 milion euro për të shpëtuar koncertin e Kanye West, artisti i cili është ndaluar të performojë në disa vende europiane, pas deklaratave ku ka lavdëruar Adolf Hitlerin dhe ka përdorur simbole naziste. Reuters citon deklaratën e kryeministrit Edi Rama, sipas të cilit fondet u akorduan në momentin e fundit për të shmangur sipas tij turpërimin e Shqipërisë përballë rreth 25.000 spektatorëve nga 80 vende, ndërsa pretendon se eventi do t'i sjellë ekonomisë shqiptare rreth 100 milion euro përfitime. Në të njëjtën kohë artikulli pasqyron edhe reagimin e fortë të qytetarëve shqiptar. Reuters citon komentet kritike të publikuara në rrjetet sociale, ku një qytetar shkruan: "Shqipëria turpërohet kur mirëpret një këngëtar që admiron Hitlerin", ndërsa një tjetër komenton: "Turp, jo me paratë mia", po ashtu agjencia kujton se protestat në Tiranë vazhdojnë më shumë se prej një muaji. Sipas Reuters, ato nisën fillimisht për shkak të planeve të investimit të Jared Kushner në Bregdetin shqiptar dhe më pas u zgjeruan me kundërshtimin e projekteve të tjera në zonat e mbrojtura, ndërsa sot kanë marrë një karakter më të gjerë politik, me kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe akuza për korrupsion, të cilat ai i mohon. Fakti që lajmi është marrë nga 10 media ndërkombëtare tregon se vendimi i qeverisë shqiptare për të përdorur fondet e shtetit për koncertin e Kanye West nuk po shihet më vetëm si një polemik lokale. Ai është ndërruar në një histori me njohon ndërkombëtare, duke e vendosur Shqipërinë dhe qeverinë e Edi Ramës në qendër të vëmendjes së mediave botërore.